Kjo e premte ishte një ditë seance plenare publike maraton në gjykatën kushtetuese ndaj kryebashkiakut të arrestuar të Tiranës, Erion Veliaj, që nisi në orën 10 dhe përfundoi në orën 17. Përgjatë shtatorëve, kushtetuesja shqyrtoi ankesën e kryebashkiakut të arrestuar me 13 akuza dhe 5 vepra të rënda penale, i cili kërkoi pezullimin e dekretit të presidentit Bajram Begaj për datën e zgjedhjeve në Tiranë. Veliaj la qelin në Durrës, teksa u shoqërua nën masa të rrepta nga efektiv të shumë të policia dhe doli nga furgoni policisë me pranga në duar për t'u futur më pas në gjykatën kushtetuese. Gjatë seancës, fjala u mor disa herë nga Veliaj. Avokatët e Veliaj dhe përfaqësuesi i presidentit në gjykatën kushtetuese, Ilir Usmali. Në orën 17 gjykata kushtetuese njoftoi tërheqjen për të dhënë një vendim, pasi dëgjoi edhe përfundimet e seancës. Rreth orës 17:00 kryebashkiaku i arrestuar i Tiranës, Erion Veliaj, la ambientet e gjykatës kushtetuese për t'u rikthyer në qelin në burgun e Durrësit. Veliaj akuzohet për vepra penale korrupsion, shpërdorim detyre, pastrimi i produkteve të veprës penale, fshehje pasurie dhe futje e sendeve të paligjshme në qeli.